Në 2 dekada të ekzistencës, lëvizja vetëvendosi u formsua mbi sfida dhe përplasje. Aktivizëm publik, protesta në rrugë e përballje me pushtetin. Në vitin 2021, kjo energji u shndrua në fuqi politike, me mbi 50% të votave. Unë pres që ne të bashkohemi rreth qëllimeve të përbashkëta. 4 vjet më vonë, tabloja politike është ndryshe, ashtu edhe toni. Të gjithë të tjerët janë bashkuar kundër vetëvendosjes. Ky perceptim i izolimit është i vërtet apo narrativ politik? Nuk është për mendimin tim real. Kujt i shërben dhe çfarë pasojash mund të ketë për qeverisjen në Kosovë polarizimi i tillë? Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Të gjithë janë kundër nesh, thot Albin Kurti, duke përshkruar skenën politike në Kosovë sipas lëvizjes së tij vetëvendosje. Për partinë më të madhe në vend, çdo veprim i opozitës është një sfidë e drejtë për drejtë ndaj saj. Por për disa vëzhgues, ky perceptim është më shumë një zgjedhje strategjike e vetëvendosjes se sa pasqyrë e realitetit politik. Natën e rundit të dytë të zgjedhjeve lokale, më 9 nëntor, kreu i vetëvendosjes trumbetoi fitoren e partisë së tij në 7 komuna të Kosovës, përkundër atyre që ai quajti kushte të pazakonta politike. I falenderoj kandidatët tonë, ekipet e tyre, shtobet zgjedhore dhe aktivistët tonë, të cilët kanë pasur një betejë të jashtëzakonshme, meqense në të gjitha këto raste, të gjithë të tjerët janë bashkuar kundër vetëvendosjes. Në vazhdën e këtij diskursi, Kurti edhe në një postim në Facebook ku falenderoi qytetarët për pjesëmarrjen në balotazh, tha se vetëvendosjen së ndali dot as bashkimi i të gjithë kundërshtarëve. Këtë qasje përforcoi edhe bashkëpartiaku i tij Xhelal Sveçla, i cili humbjen e vetëvendosjes në Prishtinë e cilësoi si rezultat të koalicionit të pazareve e jo ideve. Në një postim në Facebook, ai shkroi se koalicioni LDK-PDK-AK, oligark e disa quasi-media, do t'i kushtojnë më së shumti qytetarit. Mbetet që angazhimi ynë të minimizojë dëmin e zvogloj çmimin, gjithmonë në të mirë të qytetarit e shoqërisë. Visa Rymeli, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale, Musine Kokalari në Prishtinë, nuk e sheh situatën si një front të bashkuar kundër vetëvendosjes. Ai thekson se në zgjedhjet lokale kjo parti ka bashkëpunuar me pothuajse të gjitha partitë tjera, ashtu si edhe të tjerat me njëra tjetrën. AK-ja ka përkrahur vetëvendosjen në fushë Kosovë, vetëvendosja ka përkrahur AK-n në Junik, vetëvendosja ka përkrahur PDK në Dragash, e kështu me radhë. Dhe të gjitha këto kanë ndodhur, domethënë, gjatë këtyre zgjedhjeve përkundër këtij polarizimit në nivel qendror të partive politike. Në skenën qendrore, vetëvendosja nuk arriti të siguronte shumicën e nevojshme në zgjedhjet e 9 shkurtit për të qeverisur e vetme dhe dështoi të gjente partner për bashkëpunim, me asnjërin palë që nuk pranonte kushtet e tjetrës, ku vendi mbetet i bllokuar dhe qeveria vazhdon të funksionojë në detyrë. Mandatari të vetëvendosjes, Glauko Njufca, i skadon afati ligjor për të paraqitur përbërjen e re qeveritare më 19 nëntor. Pa mbështetjen e partive të tjera, rruga e Kosovës duket e hapur drejt zgjedhjeve të parakohshme. Partitë e mëdha tashmë kanë deklaruar se nuk do të japin vot për Konjufcën. Përfaqësuesit e tyre akuzojnë Kurtin se ka humbur 8 muaj me manipulime e taktizime politike, ndërsa situata aktuale sipas tyre dëshmon se partia e tij nuk mund të sigurojë shumicën as në ëndrat më të mira. Në sytë e vëzhguesve të dyja taborët që vetë paraqiten si konstruktive kanë mundur të bëjnë më shumë, por barra kryesore bie mbi partinë më të madhe, e cila, duke pasur mundësi për të ndërmjetësuar dhe lehtësuar dialogun, ka zgjedhur të forcojë narrativin e polarizimit.
Agon Maliqi thot se vetëvendosja si ka shërbyer narrativi i forcës më të mirë kundër gjithë së keqës së të shkuarës në vitin 2021, kur ka fituar mbi 50% të votave. Por sot ky mesazh ka humbur fuqinë dhe nuk e mbështet më partinë si dikur. Se këto partitë opozitare edhe ato më nuk janë të njëjtat, kanë leadership tjetër. Është duket qartë veçanërisht edhe nga zgjedhjet e fundit nacionale që ato kanë pas një rritje, kanë rikthyer një pjesë të besimit, jo të gjithën, por një pjesë. Po vëreja që në zgjedhjet lokale vazhdojnë të fitojnë shumicën e komunave. Vetëvendosja edhe në zgjedhjet nacionale të vitit 2019 ka dalë para, por me rreth 1/4 e votave ka qëndruar në pushtet vetëm rreth 50 ditë, pasi koalicioni me LDK është shembur. Rritja e partisë 2 vjet më vonë i është atribuar pjesërisht edhe aleancës së Kurtit me presidenten e atëhershme në detyrë Vjosa Osmani, e cila është larguar nga LDK-ja për t'ju bashkuar Kurtit. E njohur për veprime provokuese si hedhja gazit lotësjellës në kuvent, vetëvendosje ka lindur në fillim të viteve 2000 si një lëvizje proteste kundër elitave vendore dhe ndikimit ndërkombëtar në Kosovën e pas luftës, atëherë nën administrimin e OKB-s. Me hyrjen në politik në vitin 2011, ajo ka nisur të transformohet në një forcë institucionale, duke zbutur me kohë edhe tonin e saj radikal. Në zgjedhje ka garuar me narrativ kundër korrupsionit, duke e paraqitur veten si alternativë ndaj klasës së vjetër politike, e cila sipas saj ka abuzuar me pushtetin. Sipas analistit Agon Maliqi, edhe tani duket se bëhet fjalë për një përpjekje të vetëvendosjes për ta imponuar vullnetin e saj me çdo kusht, duke e përsëritur në një formë tjetër logjikën e forcës që dikur kritikonte. Po rikthehet në origjinë, në projektin e saj që e vënë në dyshim një farë forme jo vetëm dialogun me Serbinë, marrëdhënien e Brukselit, por edhe vetë natyrën e sistemit juridik Kosovë, pak në aktisaret, dhe vetmja mënyrë për ta një farë forme për t'i çmontuar disa elemente të asaj është shkaktimi i një krize kushtetuese. Kjo është i vetmi shpjegim se pse një parti insiston të barikadohet në këtë formë dhe sepse një parti që do të dëshironte të qeveriste ose do të gjente mënyra për të bashkëpunuar paktën me njërin prej partive. Maliqi, duke përmendur edhe sulmet e vetëvendosjes ndaj institucioneve të pavarura, si gjykata kushtetuese, vlerëson se qëllimi i Kurtit është të krijojë realitete të reja juridike përmes krizave. Radio Evropa e Lirë kërkoi koment nga lëvizja vetëvendosje për këtë temë, por pa sukses. Ndërkohë, në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të partisë në shtator, vetë Kurti deklaroi se Kosova ka nevojë për një republikë të tretë. I thëmë disa herë që Kosova ka nevojë për një republikë të tretë, por jo si një republikë e shpallur në kuvendin e saj për 120 deputetëve, pra jo si një republikë e re, por si një republikë e rinuar, si një republikë e përtrirë, e cila frymon sipas idealeve përparimtare të rilindasve shqiptarë. Në të njëjtën mbledhje, Kurti ka theksuar se blokadat dhe pengesat nuk vijnë vetëm nga partitë kundërshtare, por edhe nga vonesat e gjykatës kushtetuese, e cila ka 18 ligje në pritje të vendimarrjes. Sipas tij, kjo situatë pengon zhvillimin e vendit dhe kufizon funksionimin e demokracisë, ndërsa tregon përpjekjen e vetëvendosjes për të çuar përpara agjendën e saj edhe në kushte të vështira. Qeveria e Kurtit ndër vite e ka gjetur veten në raportet të Departamentit Amerikan të Shtetit për korrupsion qeveritar apo të reporterëve pa kufi për kufizimin e lirisë së medjave. Por papunësia nga viti 2021 ka qenë në trend të rënjes dhe rritja ekonomike është sjell nën 4%. Pagat dhe pensionet janë rritur, ashtu si edhe investimet e huaja direkte. E ajo që e ka karakterizuar më së shumti qeverisjen e tij ka qenë përpjekja për të zgjeruar autoritetin e Kosovës në veri të vendit përmes veprimeve si heqja e dinarit serb dhe mbyllja e institucioneve të Serbisë. Këto masa ndon se në përputhje me vizionin e tij për një Kosovë sovrane, i kanë shkaktuar tensione me BE-n dhe SHBA-n.
Visar Ymeri, një nga figurat e larta të vetëvendosjes që ndër vite kanë dezertuar nga partia, thot se polarizimi politik e shoqëror është një strategji e vetëdijshme e vetëvendosjes. Sipas tij, edhe pse partia pretendon të jetë e hapur për bashkëpunim, në praktikë ushqehet nga përplasja me të tjerët. Një fenomen që Ymeri e konsideron të ri në skenën politike të Kosovës pas luftës. Partit tjera politike që kemi pas në të kaluar në Kosovë, natyrisht ka pas kundërshtime shpesh herë dhe shumë të zjarta. Madje do të thosha edhe ka pas armiqësi, por nuk ka ekzistuar që kjo logjika ne dhe ata. Domethënë ato e kanë pa procesin e shtetëndërtimit në Kosovë, në fakt ka qenë bashkëpunim i partive politike. Dhe që ky bashkëpunim i këtyre partive politike ka rezultuar pastaj edhe në rritje të kohezionit shoqëror, pra në depolarizim të shoqërisë. Ymeri thekson se dalja nga situata e krijuar kërkon vetëdijsim të gjitha partive, se bashkëpunimi dhe kompromisi janë thelb i politikës, sidomos në periudha krizash. Për ta shpëtuar demokracinë nevojitet bashkimi i forcave edhe mes atyre që nuk pajtohen, thot ai, duke shtuar se nuk do të dëshironte që zgjidhja të vinte përmes ndërhyrjes së bashkësisë ndërkombëtare. Mendoj që shoqëria kosovare duhet me u pjek që vetëm i zgjidh problemet. Ky është një prej problemeve që kemi ne sot, që është problem politik, të cilin ne duhet me u pjek që me ditë me zgjidh vetë. Dhe unë në këtë drejtim, këtë ngërçin e shoh pak me vlerë në këtë drejtim. Nuk e di ato ta ketë të rezultat, por ngërçet nganjëherë janë të mira sepse i mësojnë shoqërinë për një domosdoshmëri tjetër të cilën ti nuk e sheh pa pas probleme. Edhe komentet në rrjetet sociale dhe debatet televizive japin pamje në një ndarje të thellë në shoqëri. Por një ankete zhvilluar nga Instituti Ndërkombëtar Republikan në periudhën maj-korrik të këtij viti nxori në pas se vetëm 38% e qytetarëve të Kosovës e shohin të nevojshëm ndryshimin e udhëheqësve kryesor dhe të partive në pushtet. Nëse vendi do të shkojë në zgjedhje të reja këtë vit, nuk është ende e qartë, por vetëvendosje, ndonse e rrethuar nga kundërshtar sipas saj, mbetet tash për tash ajo që përcakton fushën dhe ritmin e lojës. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të rejat e fundit, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi sërish të premten e ardhshme. Mirëmbëngjes.